Edicioni i 4 i Big Brother VIP Kosova pritet të startojë shumë shpejt dhe tashmë janë zbuluar emrat e parë të personazheve që do të hyjnë në shtëpinë më të famshme të showbizit kosovar. Ashtu si vitin e kaluar, programi do të moderohet sërish nga dyshja e njohur Alaudin Hamiti dhe Jondida Vokshi, të cilët do të udhëheqin spektaklin e radhës. Sipas raportimeve nga mediat kosovare, lista paraprake e konkurrentëve përfshin emra të njohur nga fusha të ndryshme të artit, muzikës dhe rrjeteve sociale. Mes tyre përmenden Nailir Piri, Brikena i Brodeli, Getoar, Kushtrim Kelani, Diamant, Mentor Haziri, Alba Pollozhani, Sasa Hoda, Iqbal Huduti, Londrimi, Dolce Dona, Hygerta Sako, Astrid Stafa, Shkurta Haxhia dhe Benita Zena. Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga produksioni, por pritet që ditët në vijim të konfirmohen edhe të tjerë persona publik që do t'i bashkohen formati. Ashtu si çdo sezon, programi synon të sjellë dinamika të forta, debate, surpriza dhe situata që do të mbajnë publikun para ekranit. Spektakli ka fituar popularitet të madh në Kosovë dhe rajon, duke kthyer konkurrentët në figura të komentuara në rrjetet sociale dhe media. Me hyrjen e banorëve të rinj, publiku pret të shohë se çfarë energjie dhe konflikte do të sjellin në shtëpi, ndërsa gara për çmimin e madh pritet të jetë e fortë dhe e ndjekur nga një audiencë e gjerë.